Unë kam menduar dhe e kam bërë realitet atë. Unë e kam bërë realitet, kjo pyetje nuk më shtrohet mu dot. Se unë, kur huma një palë zgjedhje që s'ishin fars, unë dhash dorëheqje. Dhe një i ri, erdhi pas meje. Tani, se zgjodha unë, atë zgjodhen antarësia e PD-s, po unë e mbështeta, masi u zgjodh e mbështeta, pa diskutim, sepse unë isha thjesht një antar partije lojal i forcës sime politike, por s'mund të thosh se nuk ishte i ri. Ishte i ri. Është tjetër problem se çfarë përfaqësimi bëri ai për gjeneratën e vet, nuk ishte përgjegjësia ime ajo. Shiko, të tjerë ka me mira, mos themi këte, se unë kur nuk besoj në të pasrëndësueshëm. Por pyetja që ju më bët mua, unë e kam provuar atë. Unë jam njeriu që e kam provuar. E kam faktuar. Dhe kam vepruar shumë drejt, pavarësisht se çfarë mund të unë nuk udhëhiqem nga paragjykimi. Mendova se një gjenerat e re do të jetë një shans i madh për forcën politike. Po, tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ju jeni pyetur shpesh gjatë fushatës elektorale se sa ka kushtuar strategu që ju sollët nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të bërë të mundur sjelljen e Partisë Demokratike në pushtet. Kjo që nuk ndodhi, por po ashtu nuk po ndodh as transparenca që Partia Demokratike e premton shpesh, lidhur edhe me kontratën, se sa ka kushtuar kontrata e Kris Lasifitas. Pse Partia Demokratike nuk po e bën publike? Pyetja e parë dhe pyetja e dytë, a ja vletën parat që dhatë për Kris Lasifitan? Faleminderit. Edhe një herë, kontraktimi i Kris Lasivita, yllit të suksesit botëror elektoral, bashkë kryestrategut të rikthimit